Maqedonia dhe Bashkimi Evropian do të punojnë në projekt binjakëzimi për përmirësimin e punës së organeve të sigurisë në grumbullimin e të dhënave të shërbimeve sekrete për luftimin e krimit të organizuar. Sipas përfaqësuesit të zyrës së Bashkimit Evropian në Maqedoni, ky projekt do të rrisë cilësinë e punës policore në sferën e inteligjencës dhe do të garantojë sigurinë në vend, duke mos cenuar të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Projekti paraqet një koncept të bazuar në operacione efektive e inteligjente dhe është një zgjidhës i problemeve i orientuar ka komuniteti. Një element me rëndësi të madhe në këtë koncept është se kërkon një ekuilibër delikat mes sigurisë dhe lirisë. Projekti duhet të jetë i bazuar në ligje që garantojnë të drejtat dhe liritë qytetare. Ministri i Punëve të Brendshme, Mitko Çavkov, tha se Ministria e Punëve të Brendshme është përkushtuar në zbatimin e reformave në polici. Sipas tij, projekti i përbashkët me Bashkimin Evropian do të përfshijë policinë në një sër trajnimesh për rritje të cilësisë. Në kuadër të projektit për binjakëzim do të zhvillohet edhe një trajnim për trajnerët e zyrtarëve policor, me çka do të mundësohet implementim praktik në përditshmëri të diturisë së arritur, por dhe mbajtjes së standardit të arritur me projektin në fjalë. Projekti do të kushtojë 900.000 euro dhe do të financohet nga IPA fondet. Projekti ka për qëllim përforcimin e kapaciteteve të sistemit juridik, ngritje të integritetit të agjensive brenda organeve të sigurisë, se dhe për afrimin e legjislaturës vendore me atë të Bashkimit Evropian. Bashkëpunëtor në këtë binjakëzim do të jetë Shërbimi Federal për Krime i Republikës së Austrisë.